Nëse sot Shqipëria I ka hapur të gjithë kapitujt e negociatave për antarësim, ndër disa arsye themelore, është edhe fakti se Shqipëria po e lufton seriozisht korrupsionin dhe krimin e organizuar. Dhe pa diskutim që sot edhe fakti që mund të bëhen pyetje me këtë përmbajtje lidhet me një epokë të re ku kemi hyrë. Dhe në këtë epokë të re, Shqipërinë e ka futur kjo shumicë qeverisëse me mua në krye. Për sa I përket rastit konkret, duhet të them 3 gjëra. Spari, pavarësia e gjyqësorit nuk është as një slogan, nuk është as një manovër politike dhe as një eksperiment I përkohshëm. Por është një shkëputje historike nga e kaluara. Dhe e realizuar vetëm në vitet e fundit, kjo pavarësi ka sjell një risi absolute në jetën institucionale të Shqipërisë dhe zhvillime të padiskutueshme pozitive. Duke filluar nga një fakt I pamohueshëm, varrosja e kulturës 100 e kusur vjeçare të pandëshkueshmërisë. Por ama ka shfaqur edhe dobësitë e natyrshme të një pushteti krejt të ri, fëminor për nga mosha, si dhe reflekset vjetra antidemokratike. Së dyti, dua të theksoj se pavarësisht dhe përtej kostove të larta që kanë për vendin dhe jo thjesht për ne, këto reflekse të vjetra antidemokratike, të trupave të reja speciale, për ne dhe për mua personalisht, mbrojtja e pavarësisë dhe ruajtja e pavarësisë së sistemit të drejtësisë janë parakushte. Janë parakushte për çdo qëndrim nga ana jonë, sepse, siç thotë edhe një fjalë e mençur që mua më pëlqen shumë, kur nuk duhet hedhur fëmia bashkë me ujin e pistën. Dhe këtu vite e treta, pezullimi nga detyra e një ministri, në këtë rast edhe zëvendës kryeministrit, pra drejt për drejt përgjegjës për drejtimin e qeverisë në mungesë kryeministrit, është një tjetër shfaqje e pikërisht atyre dovësive që përmenda më lart, të një pushteti krejt të ri dhe e reflekseve antidemokratike që përmenda po ashtu më lart. Ky është një rast unikal në historinë e Europës dhe po ashtu edhe në historinë e trupave speciale të drejtësisë që janë krijuar në proceset e integrimit evropian të vendeve të ish-lindjes komuniste, ku s'ka ndodhur kurrë që një prokuror dhe një gjykatës të mblidhen kokë në kokë dhe të pezullojnë nga detyra një antar I qeveria. Por, dhe ky është një por shumë I madh, nëse një prokuror special dhe një gjykatës special I shkallës parë të speciales këtu në Shqipëri kanë vendosur të pezullojnë një ministër, cënimi drejt për drejt I
pavarësisë dhe i funksionimit të një pushteti tjetër të pavarur, siç është ekzekutivi, duke marrë kompetencat e kryeministrit, të presidentit dhe të parlamentit, prej nga buron mandati i qeverisë dhe i çdo ministri, zgjedhja jonë në raport me këtë fakt është strategjikja si gjithmonë për ta ruajtur dhe për ta mbështetur pavarësinë e gjyqësorit si parakusht, edhe në këtë rast ekstrem. E thënë drejt për drejt, ne nuk mund t'i përgjigjemi një arbitrariteti të këtyre përmasave me asnjë lloj arbitrariteti. Dhe as do të angazhohemi larg qoftë në një betejë politike, retorike me drejtësinë. Por do vazhdojmë me durimin ton strategjik. Do ta ruajmë dhe mbështesim pavarësinë e gjyqësorit, do ta respektojmë pa kushte vendimin e pezullimit të ministres dhe në ndërkohë do të kërkojmë mbrojtjen e pavarësisë së funksionimit të cënuar të qeverisë vetëm tek drejtësia në gjykatën kushtetuese. Këta jemi ne, ky jam unë, dhe kështu do të jetë deri në fund, kur unë të kem privilegjin që të udhëheq Shqipërinë për ta bërë antare të Bashkimit Evropian. Mbrojtja e pavarësisë së re dhe jo të përkohshme të sistemit drejtësisë është prioriteti ynë absolut edhe përballë situatave kaq flagrante sa kjo situatë, për të cilën po drejtësia duhet të gjejë përgjigjen kushtetuese. Raziela Myslimaj nga Report Televizion. Zoti kryeministër, siç e cekët edhe vetë që qeveria nuk mund të qëndrojë pa një zëvendës kryeministër, është një post kushtetues. A keni diskutuar dhe keni menduar për emrin që do të zvendësoj Belinda Balluku në postin e zëvendës kryeministrit dhe a do të jetë me një karakter po kaq të fortë politik sa Belinda Balluku apo do të jetë një figurë më teknike ndoshta? Nuk u kuptuam. Pezullimi është vendim i një gjykate që ne do ta përcjellim në gjykatën kushtetuese si një akt brutal ndërhyrje në pavarësinë e pushtetit ekzekutiv. Dhe gjykata kushtetuese do duhet të na thotë se cili është qëndrimi i saj bazuar me Kushtetuën e Republikës së Shqipërisë. Pra nuk jemi në kushtet kur duke ndërhyrë me forcë në pavarësinë e ekzekutivit mund të diktohet ndonjë lëvizje e qeverisë. Kështu që për periudhën që flasim, qeveria e Shqipërisë nuk ka zëvendës kryeministër dhe nuk ka një ministër të infrastrukturës dhe energjisë që funksionon. Kaq. Përshëndetje, Erkys Gjençe, News 24. Zonja Kos, ju dëgjuat deklaratat e kryeministrit për sa i përket çështjes së zonjës Balluku, zëvendës kryeministres. Një pyetje për ju. Bashkimi Evropian a pret që vendet anëtare që aspirojnë të anëtarësojnë në Bashkimin Evropian të kenë një zëvendës kryeministër dhe ministre e cila mbi të cilën rëndon një akuzë nga prokuroria speciale? Faleminderit. I cannot comment the concrete cases. What I Nuk mund të can komentoj say çështje is konkrete. Ajo që mund të them
është që një sistem i pavarur gjyqësor është një nga arritjet më të mëdha të Shqipërisë gjatë viteve të fundit dhe gjithashtu Shqipëria ka patur një ecuri të rëndësishme në luftën kundër korrupsionit. Dhe këtë ne kemi patur si pjesë të gjetjeve tona dhe e kemi bërë edhe pjesë të raportit të zgjerimit, ajo që ka ndodhur gjatë 2 viteve të fundit në Shqipëri, në fushën e sondimit të ligjit, e mbrojtjes së qytetarëve dhe të sektorit të biznesit, do thosha që është e paprecedent. Ajo që ne duam nga çdo vend kandidat është të ketë një sistem ku me ndihmën e sistemit gjyqësor do të ketë siguri ligjore, që në rast se dikujt i dhunohen të drejtat, atëherë ka gjykata dhe ka gjykatës të cilët do të kujdesen për këtë çështje. Dhe sigurisht që raste të tilla ndodhin gjithandej, por e rëndësishme është që ne të ndjekim vendimet e gjykatës dhe ajo që kam dëgjuar nga kryeministri që do të ndodhë në fakt. Diçka që është shumë e rëndësishme në parim, sepse u soll këtu Bashkimi Evropian si një pikë referimi për çfarë duhet ndodhi nga pikpamja politike. Nuk ka një qëndrim uniform Bashkimi Evropian, por ajo që është më e rëndësishme se sa kjo, është që nuk bën vaki në Bashkimin Evropian. Që njerëzit të pezullohen nga funksionet, është unike në historinë e Evropës kjo, duke qenë të zgjedhur. Nuk bën vaki në Bashkimin Evropian që kryetarët e bashkisë të merren nga zyra dhe të çohen në burg pa gjyq dhe të mbahen në paraburgim për muaj e muaj të tërë, nuk bën vaki në Bashkimin Evropian që siç e thot jo qeveria e Shqipërisë, po Komisioni i Torturës i Strasburgut, një vend të ketë më shumë të paraburgosur se sa njerëz të gjykuar dhe të burgosur me gjyq. Kështu që në këtë pikë unë besoj që të gjithë duhet të bëjmë punën dhe të luajmë rolin tonë. Ne kemi tonin, roli ynë është që të jemi garant të kësaj pavarësie të drejtësisë që Shqipëria po e njeh për herë të parë në historinë e vet, ta mbrojmë këtë pavarësi të gjyqësorit edhe kur rëndon mbi ne në formën e një padrejtësie sipas nesh, që e përsëris nuk ka të ngjashme në Europë dhe të respektojmë kufirin tonë, pa hyrë në territorin e një pushteti tjetër të pavarur. Por nga ana tjetër, të gjithë duhet të bëjnë detyrën e tyre. Nuk mund të hyhet në territorin e një pushteti tjetër të pavarur dhe kjo vlen edhe për pushtetin ekzekutiv, kjo vlen edhe për pushtetin legjislativ. Ashtu si kundër, miqësisht ju them që kultura e gjyqeve popullore dhe e organizimeve në për salla që dikur ishin salla teatrosh dhe vatrash kulture, sot janë sallone mediatike, për të dhënë dënime bazuar mbi sekrete hetimore të nxjerra nga vetë prokurorët, është një kulturë që duhet ta luftojmë të gjithë, sepse nuk i bën mirë askujt dhe nuk i bën mirë kësaj shoqërie. Por, natyrisht, nuk është puna ime ajo, puna ime është kjo që po ju them. Ne jemi garantët e pavarësisë gjyqësorit, do vazhdojmë të jemi garantët e pavarësisë gjyqësorit me çdo çmim, edhe kur çmimi është i atill që të vjen të mos ndalesh duke thënë se çfarë të shkon nëpër mend.
Por këtë rrugë kemi zgjedhur dhe vetëm kështu ne mund të arrijmë objektivin që të bëhemi vend antar i Bashkimit Evropian dhe duhet ta besojmë këtë gjë. Është një pushtet i ri, fëminor, i ndërtuar mbi një të kaluar që nuk e ndihmon drejtsinë e pavarur. S'ka traditë, s'ka kulturë historike të një drejtësie të pavarur. Aftësitë e prokurorëve dhe gjykatësve janë një pjesë shumë e rëndësishme që duhen rritur dhe forcuar. Duhet kohë, duhet durim dhe duhet vendosmëri. Ne këtë vendosmëri e kemi dhe për sa kohë do ta kemi, do të jetë kështu. Dhe kur them për sa kohë do ta kemi, flas për veten time. Që sa të jem unë në këtë detyrë nuk do shikoni luftra me drejtësinë apo akuza për të kundërshtuar, akuza që bën drejtësia. Ato duhet i shohë gjykata, por ama në ana tjetër ka një kufi. Ai është kufia që përcakton kushtetuta midis pushteteve të pavarura. Dhe nëse ne lejojmë të shkelet dhe ai kufi, atëherë ne kemi humbur diçka që është themelore jo për mua, as për këtë qeveri, as për një ministër sa qeverie, po për rendin kushtetues në Republikën e Shqipërisë.